Hi guys, sot do mësojmë hapjen King's Gambit. Me King's Gambit ne mund të fitojmë deri në 7 lëvizje. Fillojmë. Ne ecim në E4. Pastaj ai ecën në E5. Ne tani dalim me ushtarin tjetër në F4. Ai e merr me ushtarin dhe ne tani ja bllokojmë me kalin që ikim në F3. Ai tani na sulmon këtë ushtar, sepse e ka të mbrojtur me mbretëreshën. Ne nuk e interesojmë shumë, edhe pastaj e mbrojmë me kalin. Nëse ai na i merr, ne e marrim me kal. Tani ai me oficer del në G4 dhe na i bllokon, sepse nëse ne lëvizim kalin, ai na merr mbretëreshën. Ne këtu ikim me mbretëreshë në E2. Nëse ai na i merr ne, as nuk ja marrim me ushtarin, apo mbretëreshën, po ne e kapim me kal. Me kal edhe me mbretëreshë që është shah i 2 fisht edhe mat. Domethënë, kemi dhënë shah këtu dhe me mbretëreshë. Ai s'lëviz dot këtu sepse ka kalin. Kaq kishim për sot, shihemi herës tjetër, like dhe subscribe.